Momenti që dera e madhe e Big Brotherit u hap, banorët ngrinë. Njeriu që hyri ishte i gjatë, i veshur seriozisht dhe me një prani që e mbushi gjithë sallonin. Ishte i ati i Tonit, një figurë e fortë, i njohur për karakterin e tij të hekur. Toni u ngrit menjëherë, i hutuar, "Baba? Çfarë po bën këtu?" Baba i tij nuk humbi kohë. Sytë e tij të mbredh bën një rrotullim të shpejtë nëpër shtëpi derisa u ndalën te Bia, e cila qëndronte e habitur, por e qetë, si gjithmonë. Ai u afrua drejt të birit dhe zëri i tij ra si çekan, "Kam ardhur për ty për të folur drejt për drejt." Banorët qëndruan të ngrirë, të gjithë të vetëdijshëm se po vinin minuta televizive që do përfliteshin gjallë. "Toni," vazhdoi ai, "unë po të shikoj prej ditësh. Po shikoj si po humbet fokusin, si po kapesh pas gjërave që nuk të çojnë askund. Ti ke hyrë këtu për lojë dhe për veten tënde. Jo për t'u ngatëruar me dikë që e ke njohur vetëm pak javë." Toni përpiqej të mbante qetësinë, "Babi, s'po bëj asgjë të keqe. Po lidhem me njerëz, po jetoj përvojën." Por baba i tij sërish ktheu vështrimin nga Bia, "Nuk kam asgjë personale me askënd këtu," tha ai, duke mbajtur ton të kontrolluar, por mënyra se si ajo e ekspozon veten, si e përdor bukurinë dhe provokimin, nuk përputhen me rrugën tënde. Ti e di vetë që ajo luan ndryshe. Është pjesë e stilit të saj. E lojës së saj. Por jo e jotja." Bia ngriti vetullën, me një buzëqeshje të lehtë, por të fortë, "Me gjithë respektin, unë jam si jam. Nuk fshihem. Nuk kam pse të ndryshoj për askën." Baba i Tonit i ktheu një përgjigje të prerë, "As po ta kërkon kush të ndryshosh. Por unë djalit tim i them këtë, mos e humb rrugën tënde për një person që është rritur ndryshe, luan ndryshe dhe ndërton marrëdhënie në mënyrën e vet respektoje, por mos u lidh aq shumë sa të harrosh veten." Në dhomë ra heshtje. Toni u ndjej goditur mes dy botëve, dashurisë për baban dhe pëlqimit që po i rritej për Bian. Bia i hodhi Tonit një vështrim sfidues.